gjëja më e thjeshtë për mua është të kërkoj falje. Por në qoftë se ambasadori Gonzato një deklaratë të bërë publike vetë se kam qenë i martuar dhe djalin e vogël e kam 31 vjeç dhe tani jetoj me një partner ose jam i martuar me një burr. Dhe kjo deklaratë u përdor nga unë në mënyrë absolute, pa asnjë intencion fyrje, sepse unë jam autori një ligji që i ka dhënë fund në mënyrë përfundimtare çdo formë diskriminimi, se si që nga fyrje kjo, unë këtë nuk e konceptoj. Kam përdor një deklarat, një gjë që e ka thënë vetë. Po në qoftë se aju e konsideron këtë fyrje, atëherë unë sigurisht do ta rikonsideroj qëllimin tim, i kërkoj të falur, s'kam asnjë hezitim, por nuk ishte për të fyrje kjo. Nuk përbën fyrje kjo. Faleminderit.